se si nuk e dëmton ai femrën. Të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, ju përshëndesim edhe njerë me selamu aleikum dhe ju falenderojmë që jeni duke ndjekur valët e radios Dituria Islame. U munduam që edhe me ilahi të përshtatemi në temën për të cilën sonte po flasim me profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha. Dhe kështu pjesa e dytë e programit vjen mbi trajtimin e temës që është, do thotë, përmbajtja e pjesës së dytë është statusi i grave, femrave gjatë historisë njerëzore deri sot. Kështu që ne pa humbur kohë do të kalojmë fjalën tek doktori për të nisur me trajtimin e kësaj pjese të dytë të programit. Faleminderit moderator, Allahu të ruajt, shikues të nderuar, mirë se vini në emisionin ton Jeta me Koran në pjesën e dytë. Tani do të thojmë gjatë historisë së bashku, do të futemi thellë për historinë njerëzore për me zbulu realitetin. Prandaj e lut Allahun xhaleshanu edhe ju edhe neve me na dhënë durim që ta kuptojmë pak, ashtu sa shumë e rëndësishme e kuptuam këtë çështje, se kur ta kuptojmë esencën e problemit, atëherë është shumë lehtë edhe me shëruar. Po fillojmë me historinë e lashtë të civilizimit persian. Persianët e vjetër, parimet zaradeshtiane, po perse, e kanë urry shumë gruan, e kanë akuzuar shumë pa fakte dhe pa argumente. Dhe shumicën e rasteve ajo është detyruar të bëjë vetpasje. Ata e kanë konsideruar shumë të ndyrë dhe jo të pastër. Dhe unë ka bëj ndjes dhe halallëk, jem disa terme tani që duhet na t'i tregojmë, ashtu si që dhe historia dhe realiteti dhe shkencë, do të thotë kulumtimi shkencor, prandaj kërkojmë halallëk dhe ndjes dhe me thonë për këto gjëra që ka po i përmendim. Ajo, sipas parimeve zaradeshtiane, persë dhe të civilizimit vjetër, shumë e kanë konsideruar të papastër, ajo u deshti izolohet gjatë ciklit të saj mujor dhe pas lindjes, dhe për këtë arsye ata, kur ajo do thotë i ka pas menstruacionet mujore, apo ka lind, është vendosur me një shator, me një tent jashtë shtëpisë, larg shtëpisë, pse është e papastër dhe e ndyrë. Sa i përket martesës apo epshit, me fjalë tjera do thotë seksit në jetën e persianëve, të ta është të merr që kanë bënë. Të merr. Është e pabesueshme, pa kufi. Ata martohesh edhe me motra. Vajzën, prindi me vajzën e tij, është martuar. Me nanën, 2 motra me një kohë. Dhe kjo dukuri ka vazhdu deri në dinastinë Sasaniane, apo Sasanite, apo Sasaniane, do thotë Sasaniinit në arabisht. Këto gjëra do thotë i kanë pas persianët e vjetër e mëzë më keq. Të shumë pika të shkurtra, shumë pika të shkurtra. Po kalojmë tani në civilizimin kinez. Civilizimi kinez, edhe gruaja të ata ka qenë pa vlerë dhe pa nder. Ka punu sipas urdhrave, do të thotë dhe komandave, kur ka qenë në shtëpi, apo të burri, pa rezistencë, duke qenë si vajzë pa martuar, dhe pas martesës komanda ka qenë e burrit, dhe pas vdekjes së burrit komanda ka qenë e djalit madh. Ajo nuk ka trashëgu asgjë pas vdekjes së të afërmve. Djali i madh është ai i cili trashëgon çdo gjë. Zakonet e kinezëve më shumë raste ishin të afërta me ato zakonet arabe. Do të thotë në gabishullin arabik para islamit. Nuk vërehet shumë, do të thotë, këto krime morale kineze se si ka qenë persiant, apo do të shohim edhe pas pak edhe të romakt. Civilizimin egjiptas është konsideruar që ajo duhet të qëndrojë në shtëpi dhe nuk ka të drejtë fare me dalë jashtë, të kujdeset për fëmijë dhe edukimin e tyre. Egjiptasët e vjetër u martonin me motra, që është trashëguesit e persianët, nga frika se pasuria mos kalon familje të huaj, po ta merr vllau. Ta merr vllau do të pasuria trashëguar do thotë e saj, mos shkon diku tjetër, po ta merr vllau.
që pasuria familjare që të mos kalon dikon tjetër, vend huaj, e jenë këtu me vëllezër dhe motrat, edhe në civilizimin egjiptian. Poligamia ka qenë në praktik, martesa me shumë gra. Po ashtu edhe shfrytëzimi i robreshave, ka qenë edhe kjo në modë. Luftra kanë pas, po pastaj që i kanë zonë edhe peng, dhe thët gratë, u gëzojnë edhe ata për fëmijët meshkuj e i urrenin femrat, femra. Kanë bërë ca teste speciale për me ditë gjinin e foshin, se egjiptasë e vjetër i ndalua dhe me shumë gjara dhe thët, po edhe kanë bërë ca teste dhe thët, shumë tradicionale të ata për me ditë dhe thët foshtja a do t'jetë mashkull apo femër, që nësa është femër, me njerë kanë shku dhe kanë abortua. Jo shumë të merë, vetëm përjashtim me martesat familjare mes vëllezërve dhe motrave. Po kalojmë tani civilizimin grek. Grek ta, çka më thon për këta? Çka më thon për këta? Haj ku komedet. Janë shqitur dhe janë mbledh gratë në treg dhe thot si kafshta. Trajtim poshtrues. I kanë përdorur për prostitucion publik, që të fitojnë për e tyre. Dhe kjo është bërë legale në atë kohë, para mia viteve në Athinë dhe në tërë qytetet e Greqisë. Ajo kur nuk është ulur në tryezë për më ngrënë kur ka pas mysafir në shtëpi. Po, sepse ato konsideronin do të thotë si robresha dhe shërptore të dorës dytë. Poshtruar, prandaj këta tjerë, kurse kanë afru gruan aty me mysafir me një tryezë. Sokrati, ta filozof të mëdhej që disa intelektual tanë krenuar me mendimit e tyre e Platoni, Platoja, Sokrati, e Aristoteli, tjerë, ka konsideru gruan si burim të çdo problemeve, nona e gjitha të këqijave, nona e krejt sherrave, krejt problemeve. E ka konsideruar si një lis i bukur nga jashtë, kështu gruan, që zogj ushqen nga ai lis, dhe pastaj dikur i lisi vdes dhe bëhet i pavlefshëm. Prandaj sipas Sokratit, kështu është edhe gruaja me shfrytzu, po dikur edhe po me lanash. Platoni ka ëndruar që gruaja e tij të jetë pa asnjë tëmete. Ka ëndruar Platoni që ajo të lind fëmijë të shëndosh. Po. Për Sokratin flitet që ka qenë shumë i shëmtuar me pa, filozof grek. Po, në pamje, çka ka bë? E ka dhuru gruan e tij, shokut e tij që ka qenë pak më i bukur, që ajo do thot të ngjelet 7 zanë nga shoku i tij e që të vjen një fëmijë në foshtje pak më i bukur se sa vet. Ja, pra, ta janë fakte historike që askush do thot nuk mundet mi mohu kush ka lexuar. Prandaj këtu nuk kemi diçka do thot vetëm jemi duke prezantu siç shkruan librat e tyre. Kur gjë nuk është nga ne e futur këtu. Po kalojmë në civilizimin romak. E torturuar, romakët e vjetër, gruaja ka qenë torturuar, e poshtruar dhe e shtypur. Burri është konsideruar si mbret në familje. Të drejta absolute pa kufi ka pas burri. Ligji romak i ka dhënë autoritet burrit aq shumë sa që disa raste specifike burri ka të drejtë edhe me mbyt gruan, mja marr shpirtin. Deri këtë shkallë. Po. Imam Ebu Lala al-Maududi, një prej dietarëve bashkëkohor nga Pakistani, rahmeti pas shpirti, shumë dietar me famë botërore, po në aspektin moral, thot romakët e vjetër kanë qenë shumë të shfrenuar nga morali. Zhveshja, prostitucioni, skenat e teatrove, gjithmonë ishin aktive me shfaqje publike e me gra të zhveshura. Shtëpit ishin të stërmbushura me piktura të grave të zhveshura. Drama, apo teatro, kur është shfaq drama në këtë teatr, Flora, apo Vlora, me gra të zhveshura, cila grua është më e bukur, ka qenë si manifest, apo si dokufest gara, po është e njohur në historinë e tyre, do thot
që kanë dalë para publikut ashtu të zhveshura. Banjët publike kanë qenë të përzjera gratë e burrat me një vend. Edhe pastruar, edhe gjitha i kanë bërë me një vend. Artikuj dhe shkrimet letrare, tregimet matematika erotike, kanë qenë në mod pa fije turpi, po të gjithë e kanë pranuar pa fije ngurimi, dhe të gjithë e në pajtu me këtë gjithje. Letërsia e zhveshur sot ka hyrë në mod, dashuria, përqafimet, skenat e turpshme e tjera, krejt dhe thot këta i kanë pas ramak të vjetër. A pe dini tash, o vllazë, që të pak mundal, sot dhe thot ka rjedhin këta filozofinat dhe ideologjit e politikanëve apo qeveritarëve që mësojnë dhe edukohen jashtë. Apo edukohen me frymën do të sekulare o moderne në Greqi, në Evropë, kudo që tjetë dhe thot, i rasi kokat e tyre, i mushin me këto informata, me këto do të realitete, edhe kur kthehet ai pastaj si master, me ka kryer magjistraturën, po ndoshta ka kryer edhe doktoraturën, edhe tani e shitet do të thot, shitet po si intelektual, shitet do të thot si njeri i ditur, edhe mundohet tani për me importue të traditat e tyre që kafshët nuk i bëjnë këta. A e keni po edhe statut dhe përmendorët e grekëve sot dhe asaj dite, në për muzeume, në për muze të ndryshme, në për filma, në për aeroporte ku shka shku në Greqi e në Athinë, fotografia, të gjithë që dalin si mashkujt, si femrat hejt zhveshura, bre, pa fije turp, bre, zoti i marrot, bre. Pa fije të marrës, bre, krejt ju ka plas marrja, bre, krejt që ashtu edhe i vizatojnë ashtu për mbi. Po. Sa që edhe prej tyre sifatet e popullit Lutit alayhi salam, homoseksualizmi prej tyre ka fillu shumë, do të thot jenë për hap, po edhe është një ishull sot asaj dite në Greqi, po ishull kur ikshin siriant nga lufta në Siri, refugjat nga Turkia në Greqi, shkojshin edhe u vendoshin në një ishull lesboa, apo leshboa, do me thot, kjo është e ka marrë emrin nga lesbianet, do me thon, nga ata që dhe thot kanë qenë pa moralshëm, që kanë bërë gjitha zezat i kanë bërë. Po. E sot dikush mundohet me prukët, dhe me thon, traditën romake, po filozofisë greke, të shprenuar, pa moralshëm, edhe me ta bon edhe ty edhe mu, si musliman, dhe thot që është jeta, është normale. Po. Po kalem pas civilizimet romak, civilizimin indian. Në këtë kontinent të dijes e civilizimit, përsëri gruaja ka qenë shumë e urrejtur dhe është konsideruar shumë e poshtër, pa vlerë. Ajo është konsideruar si pronë e babait para martesës. Pronë, do me thonë, diçka që bled apo pronë e jote, do thotë, po, pronë e burrit pas martesës dhe pronë e fëmijëve pas vdekjes së burrit. Do me thonë, nuk ka liri as pak absoluto, por konsiderohet si diçka një plaç që është e dikujt. Indianët kishin tradit me i djeg të vdekurit e tyre. Dhe sot asaj dite vazhdon kjo tradit. E kur burri vdiste, së bashku me ta u djegej edhe gruaja e tij duke u hudhur ajo përmi, do me thonë, mbi kufumën e burrit. Dhe para djegjes ajo zbukoi sinuse dhe sot asaj dite do të vazhdon një proces, do thot në Indi, në djegjen e kufomave, do thot djegjen e kufomave. Edhe kinezët e kanë këtë traditë, po e kemi pa në këta gjëra, e kemi përjetuar në Malezi dhe në Brunei për 10 vite, po e kanë traditë. Në Singapur, ku janë shumica kineze, ruhet hini do thot i të vdekurve nëpër shishe kështu, vend special të shtetit dhe paguhet qiraja, do thot, jo në Varreza, po çdo kush do me rikujtua, do thot, të vdekurit e tyre, vjen dhe hap si butin e postës dhe përmallohet për të vdekurin e tyre. Tradita njerëzore, çorrëditura, po krahasim me traditat islame për me nderu vdekur dhe me fut në dhej. Nuk pranohet, do thotë kjo çka janë të bë ata,
është e papranueshme dhe jo e logjikshme. Krahasim natë që si e respektojmë të vdekurin, si e pastrojmë, e lajmë, e mbështjellim, e falim namazin e gjenazës, shtim në dhej, kjo është respekt për me respekt. Respekt mbi respekt. Burri indian shpeshherë e humbte gruan edhe në komor mbi gjaz. Po, çaq vlerë të ulë që ka pas, ata që lunin komor, po, kur ati ju soshin të hollat, e që të ke gruan të avolin. Po, ashtu dhe mbytja dhe varosja foshnjeve femra ka qenë për tek indianët, si të arabt tjetër para islamit, si të arabt e gadishullit arabik. Gruaja përsëritet si pas parimeve indiane, po hinduse, apo të sikizmit, me fraksionet të ndryshme, po është konsideruar përsëri si e ndyrë. Dhe thot, ta në këtë aspektin tradicional, civilizimet vjetra, tani mundë me pas sa ndryshim aty këtu diçka mirë, po, ta janë realitete. Civilizimi hebraik, ku kalem tani të religionet globale, po e hebrejt, e jahudit. Në hebraizëm, gruaja është konsideru ashtu si i përmendëm më herët, po të civilizimet tjera pronë e babës. Dhe nëse është i varfër, ka të drejt baba me shit, ka pas të drejt. Këta e konfirmon edhe dhjata vjetër të vrati. Ojën të shënuar dhe pjesa 21, paragrafi 7-11. Ka të drejt baba, nëse është i varfër me shit edhe do thot gruan e tij apo vajzën e tij. Babai ka pas të drejt absolute me martua me kënd dëshiron ai. Pa pyet gruan hiç. Paja, mehri, qezi, po, është dhënë babës apo vllavët. Dhe pastaj ajo është bërë pronë e burrit. Qezin, krejt babës vllavët, ndërsa gruaja është pronë e burrit. Këto është e shënuar në dhjatën e vjetër e po pjesa apo kapitulli e Egzodit, pjesa 18 paragrafi 12. Kur ka vdek burri i saj është trashëguar nga trashëguesit e tij. Ka vdek tash gruaja, po që tërkush kush ka qenë familje, po me familjes së burrit është trashëguar nga ai apo nga ata, sepse është konsideruar si pasuri e trashëguar, si plaçk. Po, e tash ose ka trashëguar vllau, e ka marrë gruan e vllaut, ose djali apo dikush tjetër, është trashëguar si plaçk. Burri ka pas të drejtë me shit gruan e tij, si përmendëm më herët. Është konsideruar si një plaçk e rëndom të shtëpisë izraelite. Do me thonë si kafsha, po kali, gomari, po do thot keri që e kam pas diçka, plaçk. Po, kjo është cekur dhjata në vjetër Egzodi pjesa 21 paragrafi 3. Shkaku i këtij koncepti është, pse kështu do të ka qenë edhe gruaja është konsideruar si plaçk, se ata besojnë se Hazreti Hava, nona të njerëzimit, është shkaku i gjitha gabimeve dhe gjitha problemeve. Ajo sebeb që e ka fut dyshimet në kokë të Hazreti Ademit, burrit të saj, dhe sherrja e saj Hazreti Ademi ka dalë pi xhenetit në tokë. Po, prandaj nona e të këqijave sipas tyre është kinse Hazreti Hava, alayhi salam, runa Zot Adem pikën e ftirave, po, sa ty edhe burri dhe gruaja kanë. E kala Kur'an shkruan shumë ajete. Ajo edhe ai, të dyja të hangërën, jo vetëm ajo. Fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, pasi që kanë hangër nga jo pemë ndaluar, të dyve do thot filloi tu zhveshje trupi tyre si dënim pi Allahu xhalla shanu. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajara. I ka thirr Allahu xhalla shanu të dyta ata, as si kum thon, po që ndaluni nga kjo pemë. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Asikum thanun e ju keni kujdes nga kjo pemë, se shejtani është armiku i qartë juaj i dukshëm. Do thot, nuk është vetëm Hazreti Hava që ka bogabim, po edhe burri, edhe Hazreti Ademi, gjithë të dytë do thotë kanë vendosur, dhe të dytë janë marrë vesh së bashku, dhe është gjuna për me e kritikua apo me akuzu vetëm Hazreti Havën, po apo gruan se është nana e gjitha të këqijave. Po, gëzën konsiderohet se te persianët e vjetër e në dytë për 7 ditë gjatë ciklit mujor.
në dy e papastër, do thot krejt. Çdo gjë çka prek me dorë, ajo konsiderohet e dytë. Do me prek dytë. Do me prek rrobët, ushqimet, njeriun, kafshët e tjera, çdo gjë ndytet. Kjo është e definuar në 10 vjetër, po pjesa kapitullin Levitiku, pjesa 15 citatet 19-24. Po, çdo gjë është e ndytë. Kjo ka qenë edhe traditë në Medinë, po, kur kanë ardhur nga Mekeja, kanë emigruar, do thotë muhaxhirët, po, e Hazreti Aisha, gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe ajo ka pas ciklin e saj mujor, po, e një ditë prej ditëve, është definuar, kjo është edhe në Buhari edhe në Muslim, po, ajo do thotë nuk e përgatiti ushqimin për pejgamberin alayhis salatu wassalam, dhe pejgamberi alayhis salam i tha, ja Aish, po thotë, haydatuki leset fi yadik. Po, ajo tradita e juaj mujore dhe më cikli yt mujor nuk është në durët e tua. Prandaj nuk është e vërtetë siç besojnë ahlul kitab, jehudit e Medinës. Po, sa ajo është e ndyrë. Po, të muslimanët nuk është kjo. Po ti e ndaluar, për namazit, për agjerimit, do të të gjonave tjera, ndërse jetën tënde e vazhdon, këtë normale e vazhdon. Po, prandaj edhe kjo ka qenë prezente edhe të kata i thartë të librit të jehudit që kanë qenë në Medinë kur ka ardhur pejgamberi alayhis salatu wassalam. Te civilizimi krishter, në krishterizëm gruaja ka qenë paksa më respektuar dhe më çmuar. Po, kështu flasin burimet. Krishterizmi në fillim të saj është bazuar shumë në gra, në misionare, domethënë, që kanë qenë shumë të sinqerta, rezistuese dhe kanë kryer do thotë punën e tyre me zell dhe me aktivitet. Mirë po Bibla nuk përmend shumë gruan, nuk përmend hallet e saj, problemet e saj, kështu detajisht si do ta shohim në Kur'an. Ndërsa mashkulli ka vlerë më të madhe, po sepse gruaja është krijuar nga briri i burrit. Kështu theksohet edhe në Bibël, pika që bashkohen me Kur'anin, do thotë, po. Vëre qartë në letrat e apostullit Pols, që ai sa herë ka mësuar studentët e tij, çdo krishter është, koka e çdo krishteri është Jezu Krishti. Ndërsa koka e gruas është burri i saj. Domethënë, koka e çdo krishteri është Jezu Krishti. Fjalët e Polsit. Ndërsa koka e gruas është burri. Domethënë, kështu i ka kushtuar rëndësi ka ndonjë burrit më shumë se sa gruas. Gadishulli arabik, erdhëm në Arabi. Çka marrë në Arabi? Masakra. Edhe këtu. Tënat zezat. Çka s'kanë bo Arabt para ardhjes së Muhamedit alayhis salatu wassalam, se ishte një periudhë kohore do të thotë e gjatë, pa pejgamber, edhe aty do të thotë filloi shumë më ardh, do të thotë shumë tukuri negative u paraqiten shesh. Pozita e saj ka qenë shumë më ulur dhe diskriminuese. Po, nuk trashëgon dhe s'ka të drejtë më kërku trashëgimi, sepse ajo nuk lufton, nuk merr në pjesë në luftë. Ndërsa trashëgimia është për burrat që luftojnë dhe vdesin, ndërsa gruaja jo. Martesa e saj ka qenë në dorë të kujdestarit, të prindit, të vllaut apo të babës, dhe s'ka të drejtë për diskutim as për konsultim. Gruan e dytë apo të tretë e kanë pas zakon arab me martu deri në 10 gra. E 10, jo 2, po 4, 5, 6, 7, 8, 10 janë të përmendur edhe në Buhari hadithet e vërteta që pejgamberi alayhis salatu wassalam, që ato sahabët kur janë bë musliman, po i ka thënë atyre të cilëve disa, po që i kanë pas, njëri ka pas 8 gra, tjetri ka pas 10, ka thonë, do lëshoj ata apo zgjedh nga ato 4 dhe të tjerët po lëshoj apo divorcoj. Kështu ka qenë tradit, pa kufi martesa. Dhe po ka qenë e kontrolluar ajo dhe thot nga baba sa ka qenë baba gjallë, e pas babës nga djali, e nëse ka qenë e bukur, dhe thot tash gruaja 2 e 3, djali e ka martu gruan e babës, po, dhe e ka mbajt, nëse s'ka qenë e bukur, e ka mbajt në shtëpi deri në vdekje. Tradita njerëzore, kur mungon ligji hynor, atë njeri e ban çmos ban. Po, prandaj nëse ka dash djali, e ka martu dikujt tjetër, po.
E nëse jo e ka bloku, po, apo ka martuar vetë, do të thotë pa asnjë farë kontrole, pa meher, pa pagesë, domethënë pa asgjë hiç. Është daluar të martohet me të kujt, po, patjetër ka menajt familja aty deri në vdekje. Në surën Al-Isra janë përmendura këto gjëra, do të thotë detajisht ku Allah xhaleshanu ndalon wala tankihu ma nakaha abaukum. Mos i martoni bra ato gratë për çka baballarët e juaj janë martuar me to, apo gratë e bën prindërve tuaj, mos i martoni. Sa keq është bra, inna fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, shumë krim i madh bre, shumë gjuna i madh bre. Po, sa keq është e rrugë. Kanë ardhur ndalesat në Kur'an. Në gadishullin arabik, prostitucione ka qenë në mod, si në periudhën romake. Po, një gru me 10 meshkuj. Po, e pastaj fëmijën kur ka ngele e shtatzan, po, ka shku parë ka dalë para aty në meshkujve, dhe ka thënë, kjo fëmijë, është yti. Kështu është sjell. Kujt i ka dashur ajo? Ja ka, domethënë, ja ka caktuar prindi. Ndrimi grave për kohë të shkurt ka qenë tradit. Është kon i njohur në kohën e nikahul bedel. Nikahul bedel. Po, domethënë, grave dhe thot, i kanë ndru gratë. Sikurse se sot ekziston shumë vende të Evropës, po edhe disa programe po paraqiten, po. Shtëpitë publike ka qenë të ditura, po. Ndrimi i motrave apo vajzave gjatë martesave, po. Dhe thot, dikush është martuar me motrën e dikujt, i ka thotë martoma dhe ti motrën. Është martuar me vajzën e tij, ka thotë martoma dhe vajzën. Pa meher, pa i do thot, pa asnjë farë pagese. I ka thonë nikahu shigar. Po, është e ditë në kjo, do thot kush ka studiu fenë islame. Martonin 2 motra për një kohë. Gruan e babës djali e ka martuar dhe ka bërë çmos me ato e tjera. Me të si për shifni jeta do thot shumë e përzier. Pasi Iran do thot një udhtim gjatë historisë së kaluar civilizimeve të ndryshme deri në kohën aktuale, tani po bëj një pauzë të shkurt përsëri shikues të nderuar me një ilahi të bukur dhe do të vim pastaj do thot gjendja apo të drejtat e grave, domethënë në Evropë dhe në Amerikë në fillim të këtij shekulli. Një pauzë të shkurt, të shifemi pas pak. Elhamdulillahi rabbil alamin. Të nderuar dëgjues, kemi qenë edhe në këtë pjesë të dytë të programit në transmetim të drejt për drejt në radion Dituria Islame. Prandaj do të bëjmë një pauzë të shkurtër me ilahi në emisionin Jeta me Kur'an, jemi drejt për së drejti dhe do të rikthehemi pas pak qastesh me ju në pjesën e tretë të programit. Deri atëherë, ju dëshiroj dëgjim të këndshëm me këtë ilahi të radhës. Oy Fatima Muhammedit,